Mbështetje që keni dhënë për fermerët. Me Gizën kemi një përvojë shumë të mirë, para 2 apo 3 vjetësh në Gjirokastër kemi shpërndarë në pikën tonë të grumbullimit të qumshit atje, sepse kemi një pikë grumbullimi qumshit në Gjirokastër, që mbledhim qumshin e Delës, kemi shpërndarë rreth 250 bidona inox për fermerët me të cilët punojmë. Dhe ka qenë me vërtet një bashkëpunim shumë i frutshëm, pasi cilësia lëndës së parë aty ndjeu një ndryshim me të vërtet shumë të mirë, shumë të lartë. Atë përmirësim që të mirë. Jo, nuk besoj, por... Realisht e kemi ndjerë ndryshimin, domethënë, sepse dihet që bidoni inox është më mira e mundshme për qumshin, kështu që një falënderim. Faleminderit. Zotbeka, mendoj që nuk ishte vetëm kjo, por ka filluar edhe jo vetëm me bidonat e inoxit, Gizi ka mbështetur me makinerit mjelse, pra nuk dua t'i kthehem në këtë fazë, por ka bërë çfarë do lloj brenda mundësisë të gjithë programet për të mbështetur fermerët për të arritur ato standardet për cilat po flisnim, standardet e higjienës së qumshit, si cilësi e lëndës parë, domethënë. E përmenda pjesën e muzikës për të kthyer tek rëndësia e mirëqenies kafshëve, si janë standardet e Bashkimit Evropian dhe çfarë po ndodh në Shqipëri konkretisht në këtë periudhë që ju po themi jeni në terren, keni qenë në ferma të